Duke parë në ditës që në pikën 18 ju keni përfshirë projektvendimin për zgjedhjen e avokatit popullit, ja u kemi bërë të ditur me shkrim në mënyrë zyrtare në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike qëndrimin ton mbi këtë proces. Në datë 5 dhjetor 2025, me shkresën numër protokolli 3853 të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ju zyrtarisht jeni njoftuar për tërheqjen e të gjitha firmave të deputetëve të Partisë Demokratike për të gjitha kandidaturat që janë paraqitur para Komisionit Ligjeve për të garuar për pozicionin e avokatit popullit. Në listën e kandidaturave janë 26 kandidatura, por sigurisht aty ndodhet dhe lepuri i Surelit, në këtë rast Endri Shabani, i cili sot po plotson dhe po çon deri në fund skenarin e kësaj mazhorance, të paralajmëruar javë më parë në këtë foltore se avokatin e popullit këtë radhë do ta merrte Partia Socialiste. Është thënë këtu në këtë foltore nga deputet kësaj mazhorance, në mos gaboj ka qenë i pari Erio Mile, që e ka thënë më pas ka qenë Ulsi Manja. Që t'jemi të qartë për qëndrimin tonë. Qëndrimi ynë është i prerë. Sot që ne flasim, asnjë nga 26 kandidaturat për avokat popullit nuk i ka firmat e deputetëve të Partisë Demokratike për të garuar në këtë pozicion. Nëse i riktheheni precedentit të vitit 2022 në këtë sallë, keni pranuar tërheqjen e firmave gjatë seancës plenare, jo më një javë përpara procesit. Ka qenë rasti i votimit avokatit popullit dhe janë tërhequr në këtë sallë firmat për Ledio Brown, Dorian Gjomarkajn dhe një kandidaturë të tretë Bledar Dervishin dhe e keni pranuar po ju kjo mazhorancë. Kështu që qëndrimi ynë sot është i qartë. Partia Demokratike nuk merr pjesë fare në këtë farsë, për sa kohë nuk tërhiqni emrin e Endri Shabanit nga lista e propozimeve. Kandidaturat zyrtare të Partisë Demokratike në zbatim dhe të vendimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Ne jemi të gatshëm që nëse kemi 5 minuta apo 10 minuta kohë dhe marrim pushim në këtë seancë, të mbledhim firmat për të paraqitur zyrtarisht një kandidaturë apo dy në emër të opozitës, por tani që ne flasim, asnjë prej kandidaturave që ju kërkoni të hidhni në votim ditën e sotme nuk është e lishme për të kaluar në votim. Kjo është lista me 44 firma të deputetëve të Partisë Demokratike dhe është absurde që ju vijoni të çoni skenarin e kapjes së institucionit avokatit popullit përpara. Kemi njoftuar të gjitha institucionet ndërkombëtare, gjithë elitë diplomatike në vend për këtë. Ta përfundoj fjalën, lutem. Edhe 30 sekonda të lutem, për ta mbaruar, nuk e zgjas më shumë. Dhe duke marrë parasysh edhe progres raportin e fundit, sigurisht ky është një shqetësim për sa i përket akaparimit edhe të institucioneve kushtetuese nga persona me peshë politike dhe dukshëm në këtë rast kemi të bëjmë me një ish kryetar partie dhe me një funksionar në Këshillim Bashkiak. E them dhe një herë, Endri Shabani nuk përfaqëson vullnetin e Partisë Demokratike dhe kandidaturat tona janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Faleminderit.